u bëm një herë ne të tre bashk. Unë, Nasibi Gjymi edhe Betim Spërdhima. Edhe thamë ne do ikim për piknik në pyll, por e thanë ata ikim. Më të marrë sanduiqe, ne byrek me lakra, dhall, edhe vatëm në pyll. Kur jemi te pylli atje ne bëni gati për të shtruar për të ngrenë, na kapi një ca njerëz. Për kokë time, do të vrasin e thanë ata. Ore vlezër, thashon, qysh do na vrisni, ne jemi bira nenash. Ore do të vrasin e thanë ata, hajdeni këtu, më të na kapër, më të na lidhur. Po na dishin legjet e kemve ne. Thashon, nuk e provova njëherë unë të them këtyre, edhe se do të shpëtoja për kokë time, kam gjetur gjithmonë zgjidhje sa herë që ndodhin rreziqe në jetë. Se nuk është jeta kështu, ndodhin rreziqe rrugës. Edhe i them unë atyre, ore të bëjmë një gjane për ju, edhe ju na lini të jetojmë ne, se gjuna e duam jetën. Tha njeri tjetrin kështu ata, jeni të sigurt ju që do ta bëni? Thashun të më varros mamaja që unë do ta bëj. Thot na si me Betimin për kokë të plakës, na besuan e ata. Okej, thanë ata, do ta bëni ju, do ta bëjmë, thamë ne. Okej, ikni tashi, thanë ata në pyll, njeri tiki këtej, njeri këtej edhe njeri drejt, gjani fruta. Edhe hajdeni këtu, ktheuni prap me frutat, do të bëjmë ne adetet tona edhe ju do shpëtoni. Në rregull. Edhe ikëm me vrapne, njeri a futi majtas, njeri djathas, njeri drejt. Edhe u shpëtam në për pyll. Kontrollohuni zi për fruta nuk gjeja do të vlla. Edhe kështu me shpejtësi, me adrenalin të madhe, me zalla se gjeja fruta. Shikoj unë Betimi, kishte një 10 kokra moll. I thashun, ola qo, po mi jep mua ati një 5 kokra që të shpëtoj edhe Nokia, se s'po gjeja do të fruta unë. Jo, thaj, nuk t'japun, do ike me sa më shumë fruta atje që të shpëtoj kokën. Thashun, pse kështu është mua beti, po kur haja unë mollë të që t'i pja gjysëm. E pas m'intereson shumë, thaj, se këtë herë është për rrezikun e kokës. Thashun, mire njash në rregull. Edhe po vuja gjeja fruta unë. Shikoj unë tashi Nasi kishte 2 kokra shalqiri, një majtas, një djathas. I thashun, do m'japsh një Nokjes që të shpëtoj edhe vlla jot, se s'po gjej dot fruta. Jo, thaj, unë do ike me sa më shumë fruta atje që të shpëtoj kokën. E thashun, la qo, po kur haja unë buk me sheqer, e kur pia mita, ndaja gjysëm e ty unë. E po këtë herë thash për rrezikun e kokës. O, thashun, pse kështu që nga puna në rregull. Edhe, po vuja unë tashi që të gjeja fruta në pyll, edhe për të vajtur për shpëtur kokën. Gjeta 10 kokra rushi, thashun o shqyr zotit. Edhe, duke u kthyer unë e takoj Nasin rrugës, se ishte lodhre me 2 kokra shalqiri kështu. E thashun, dale se do ikim unë i pari. Jo, thaj, do ikim unë i pari. E thashun, do ikim unë i pari e njashtë, se do ziremi këtune. Edhe m'la muaj. Vajta i pari unë tek ata me 10 kokra rushi. Kur u afrova tek ata kështu unë shikoj Betimi kishte ikur i pari, kishte shpëtuar Betimi. Thashun, o shqyr zotit. Edhe pas ka shpëtuar Betimi, thashun. Edhe afrohem tek ata, ja dhash 10 kokrat e rushit. Me thanë mua, ktheu së të prapti. Thashun, e vlla, qysh të prapti? Ktheu kështu, thënë ata. E u ktheva unë. Uli pantalonat. Thashun, pse re vlla? Uli pantalonat, thënë ata, se do t'i hash këto në mendere ti si punë së postos. Thashun, pa betoni ju. Betoni, thënë ata, që po. A i që i ku para që shpëtoj, thanë, nëndë kokra hengri, ja falen për një kokër modhe. Këshin futur nëndë Betimit ata. Thashun, në rregull, edhe u ktheva kështu unë, gjatë kohës që po mi fusin mu ata, po qeshja unë. Po qeshja unë se se këshin par Nasin ata, edhe më thanë ta, pse qesh? Thashun, po qeshja miku im se 10 kokra rushi i merë kollaj robi, po a i shoku im po vjen me 2 kokra sharkiri, edhe shqyr që s'më dha një, thashun se i zi unë që do kësha hequr. Për kokë time shpëtova unë, ja hengra 10 kokrat e rushi tek e tek. Pastaj kur ktheva kokën mbasa unë, Nasit ja bën kështu ata feta se sharqiri ishte i madh edhe nuk futet sharqiri si sum posa. Për kokë time, nuk e di se çfarë bëhet me çunat se u bë kohë që se mi bër bashk, po çona ndodhi atëre ne.